Atëherë, në këtë mes, të gjitha kërkesat që ju thoni janë të drejta nga këndvështrimi i ruajtjes së demokracisë në Kosovë. Por, problemi aktual është se këto janë ndryshime kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese nuk bëhen me dëshirën e mirë qoftë një patrioti si ju, por bëhen me vullnetin e deputetëve të Kosovës. Pra, pa u zgjedhur parlamenti i ri, nuk mund të bëhen dot këto ndryshime. A është e drejtë kjo që po them? Keni të drejtë, por për ta ilustruar këtë që me bëni si lloj pyetjeje, unë do të përgjigjem kështu. Vitin e kaluar vetëvendosja, që është në pushtet tashti, është në detyrë, dhe sa formohet Kuvendi i Kosovës dhe qeveria e ardhshme, shpejti, aja bëri përpjekje që ta bëjnë ndryshimin e këtij ligji zgjedhor. Bëri disa përpjekje, por i bëri vetëm, pa parti tjera të opozitës. Dhe kur u vendos në votim në Parlamentin e Kosovës, dështuan të gjitha ato pika ndryshimit që ka menduar vetëvendosja me Albin Kurtin që ta bëjnë një ndryshim të ligjit zgjedhor. Por këtë mund ta bëjnë masi të konstruohet Kuvendi i Kosovës, nuk është vonë, mund ta bëjnë me njëherë në mënyrë të ashme të parlamentit, kur konstruohen institucionet e shtetit, parlamentin në rënd parë si ligj venës, që është institucioni më i lartë, sipas kushtetutës së Kosovës, e cila pastaj e formon edhe qeverinë dhe institucionet qeveritare të Albinit numër 3, si themi ne, dhe tek atëherë të ulen bisedojnë bashkarisht për ndryshimin e ligjit zgjedhor që të ketë një përmbajtje sa më demokratike, sa më një frymë të lirë të votës, pa dorashka, pa lëshime, pa keqpërdrime të frymës dhe të sovranit të votës lirë, që institucionet e Kosovës mos të kemi zbrasi, mos kemi përqami, mos kemi vonesë në konstruimin e institucioneve të shtetit, ndonse që nga nën shkurt i vitit kaluar. Dhe deri sot pa bisedojmë tash me ju, ende në Kosovë nuk janë konstituar institucionet e shtetit Kosovës dhe tërë qeveria e Albin Kurtit është ende në detyrë. Dhe problemet tash që kriju në Kosovë, vizavi kësaj, mund të përmendim, është çështja që kemi probleme me zhvillimin ekonomik, inflacioni ka filluar me trokit në derën e shtetit Kosovës, shumë kompani për shkak probleme ndryshme, kompani serioze që kanë pas me qindra të punësuar, i kanë mbyllë zyrët dhe e kanë lënë Kosovën pa shkojnë vende tjera, më atraktive që janë anëtar të Bashkimit Evropian. Dhe çështja e drejta është shtrejtu jeta, standardi i jetës, shporta qytetarëve, e konsumit, dhe është bën më shtrejt është bën jeta në Prishtinë se sa në Vjenë ose në Frankfurt ose në Berlin. Megjithatë, Kosova ka pas disa njohje ndërkombëtare, është ftuar presidentja për të qenë në bordin e paqes. Si i vlerësoni? A i vlerësoni këto si suksese të vendit? Vjosa edhe antarësimi i Kosovës në bordin e paqes, që e bëri presidenti Donald Trump, natyrisht në tubimin e Devas, aty që ishte, kjo është një afrimim i shtetit Kosovës, nuk ka dyshim fare, në afrimimin edhe ndërkombëtar edhe të rrjedhave tjera të diplomacisë, dhe kjo tregon qartë se Amerikën, Republika e Kosovës dhe Shqipëria, pse jo, e kemi në krah dhe në përkrahje të përhershme dhe presim gjithashtu që në kohën dhe kabinetin aktual të presidentit Trump do të përfundojnë marrëveshjet dhe njohja reciproke mes Serbisë dhe Kosovës, dhe besoj një herë për gjithmonë do të kryhet problemi shqiptar-serb dhe do të fillojë një epokë e re e lirisë, e paqes, e bashkëpunimit në gjitha fushat mes Serbisë dhe Kosovës në anë parë, por edhe me shtetet tjera ballkanike dhe më tutje në Evropë. Kjo është një shembull i mirë, kjo është një nderim që është bën Kosovës. Unë e konsideroj edhe një obligim që ne në Kosovë dhe në Shqipëri, çështja shqiptare në këtë shekull të ri, në këtë milenium të tretë, duhet mendojmë të veprojmë dhe të punojmë për shtet ndërtim, për shtet krijim, për një ekonomi serioze me standarde evropiane dhe botërore. Kur Amerikën e kemi në krah, sot kemi probleme me zgjedhjen në Kosovë, sot në Tiranë kemi protesta të Partisë Demokratike kundër qeverisë aktuale të Edi Ramës. Kjo janë disa shenja që tregon që
partitë politike shqiptare në Ballkan, në 2 shtetet tona, duhet të bëjnë programe serioze, duhet të zhvillojnë tipare të reja të demokracisë, me një kulturë politike, me gjaftësi, duke dhënë mendime, parasysh se në demokraci është thonë teorinë politike të demokracisë. Demokracia don luhë mendimesh, jo përçarjesh. Luhë mendimesh për të ecë përpara, për ta pasuruar vlerën e demokracisë, që të bëhet edhe më e bukur, më e fortë, më e prekshme për qytetarët, respektivisht për popullin shqiptar, i cili për fat të mirë mas afër 700 vjetë ose mas 1000 vjetë po bëhet një subjekt kryesor në Ballkan dhe krah i fortë edhe me popull liridashtë të Evropës, por në misit përhershme me Amerikën. Amerika ashtu nuk na do të përçar kur ne segmente caktuara të shtendërtimit të institucioneve në rand parë të zhvillimit ekonomik, Amerika ashtu nuk dëshon të na shoh, as që na do trokit për këtë punë, dhe ta them edhe një fjali. Në këtë milenium të tretë, populli shqiptar pa të drejtë, mund të thosha edhe me fajin ton, pak a shumë, po shkelim në mileniumin e tretë ende si popull i varfër. Kur të gjitha resurset që ka Kosova, resurset e pasurisë nën toksore dhe mbi toksore, dhe pasuria tjetër faktori njeri që ke vlen edhe për Shqipërinë tonë, ne mund të bëhemi, me besoni, si mas disa studimeve shkencore që i ka bërë një ndër ekonomistët më të mirë të Kosovës, me një profil evropian dhe botror, Ismet Gusia. Kosova ka sot potencial, resurse dhe pasuri për mirëqenie, për mi mbajt afër 10 milion banor. Kur ne nuk jemi më pak se 2 milion banor, sot në Kosovë jetohet vështirë, përmbyllet vështirë muaj, përmbyllet vështirë viti e kështu me radhë. Kur ne jetojmë flem mbi pasuritë e mëdha që ka toka e Kosovës, po pse jo edhe pasuritë tjera që ka Shqipëria. Prandaj në këtë rafsh do një bashkëpunim më intërsiv, një bashkëpunim në planin afatgjatë, afatmesëm të 2 vendeve tona. Pse mos kemi në Shqipëri përveç bashkëpunimit kulturor, shkencor, universitar, të kemi nesër ose sot një bank investuese të zhvillimit përbashkët. Ky kapital i shqiptarëve vendoset në një pikë kur ai kapital mund shpërndahet, mund sjell vlera të zhvillimit të kohë tjera të ekonomisë të 2 vendeve tona dhe nesër të shkojmë të dalim të jemi të barabartë ndamit ndërkombëtare me popull të tjerë të Evropës dhe të botës. Zoti Skënder, ju keni shumë të drejtë, sepse uniteti i kombit, edhe në konceptin e fjalës komb, realizohet nga ndërthurjet ekonomike. Shqipëria dhe Kosova, për një element, për shembull, për energjinë, janë komplementare të njëra tjetrës. Njëra ka energji me ujë, tjetra ka energji me qymyr, pra mund të shkëmbejnë me njëra tjetrën. Pse të mos hiqen gjithë barierat doganore tregtare midis Shqipërisë dhe Kosovës? Pse me fjalë të bukura qeveritarët të 2 palëve thonë, po ja të letë bëhet porti Shëngjinit, port dhe për Kosovën. Shumë bukur, letë bëhet, letë shkëmben, letë zhvillohet, se një unitet kombëtar buron jo vetëm nga uniteti gjusor e kombëtar në vetvete, por dhe nga uniteti i tregut. Pa unitet tregu nuk ka kombë të mirëfillt. E në këtë mes, unë kam një pyetje. Si mendoni duhet të jetë roli i sotëm i diasporës për problemet tona kombëtare në Kosovë e në Shqipëri edhe në Preshevë? Roli historik i diasporës është për diasporën kur flasim në Amerikë, do të flasim për një shekull. Po bëhet 100 vjetori i ardhjes së shqiptarëve nga trojet tona në këtë vend të lirë, në këtë fidanishte të demokracisë që është Amerika. Diaspora nuk do të na trajtojnë diasporën si pushtet i dytë. Këtë kam thënë në një shkrim timin. Diaspora nuk ka pushtet i dytë për pushtetet aktuale që kemi në Prishtinën zyrtare dhe në Tiranën zyrtare. Diaspora pushtetet aktuale në Tiranë dhe në Prishtinë duhet bëjnë projekte serioze ekonomike që këtë kapital që ka diaspora,
kapitalin mas po njerëzor, intelektual, që kanë kryer me qindra dje me vajza, edhe sot që pabisedojnë, i kemi në New York, kemi në gjitha vendet Amerikës, që shkollohen në gradat larta shkencore, kërkimore, të dijes, universitare, e tjera, dhe të tjerë biznise që punojnë e veprojnë me një kapital, do të thosha, shumë të rëndësishëm, dhe ai kapital me projekte serioze që do t'i bënte qeveria në Tiranë dhe Prishtinë, ka mundësi ky kapital të lëviz drejt Kosovës, drejt Shqipërisë me kushte, me një siguri të plotë, me një pa birokraci të madhe, e tjera. Kështu do të krijonim kushtet që njerëzit që kanë shkuar Shqipërinë dhe Kosovën. Me në 2-3 vjetë dëshoj të informoj shikuesit të televizionit tonë. I kemi ofër 200.000 të reja Kosovës që kanë shkuar Kosovën. Kanë shkuar në vendet evropiane. 700.000 nga Shqipëria. Edhe 700.000 nga Shqipëria. Kur diaspora, kur dy shtetet tona shqiptare bën projekte serioze, edhe kthehen në atë dhe, ato programe mos jenë me tone, me kostume të byrokracisë, mos me mujt diletë një vendim me prit 3 muj dhe sa ta shana i një zyrë atje, të qeverisë e tjera, po të kryohen kushtet volishme si që kanë bën vendin në zhvillim. Sot për shembull, Kina, që është barë si kryesor i ekonomisë me një shkallë zhvillimi gati 9%, edhe kalu pak a shumë drejt përshimin me vendet tjera si që është Amerika, Rusia, India, vendet e mëdha dhe zhvilluar të botë, Gjermania, kështu me radhë. Kina sot, ata që investojnë në ekonominë e Kinës, për 5 vjetë janë të liruar nga taksa. E motivizon biznisin, i motivizon ata që kanë kapitalin në dorë të tyre që të investojnë. Pse mos bëjnë ligje atraktive Kosova dhe Shqipëria? Nëse gëzimi dhe shpresa shkojnë në Tiranë me investuese në Prishtinë, ata të lirohen të paktën 2 vjet mos paguajnë taksa, derisa ti marrin këmbët anën e buxhetit, ana materiale, kredite e tjera.